A e dini se disa nga perimet që mendoni se janë super të shëndetshme, mund të jenë duke I lodhur veshkat tuaja çdo ditë pa e kuptuar fare? Nëse keni gur në veshka, kreatinin të lartë, presion të lartë të gjakut apo jeni mbi 50 vjeç, kjo është diçka që duhet ta dëgjoni patjetër. Disa perime përmbajnë oksalate, kalium ose përbërës që në sasi të larta mund të rëndojnë funksionin renal, sidomos nëse konsumohen çdo ditë dhe në mënyrë të pakontrolluar. Sot do t'ju tregoj 5 perime që mund të bëhen problem për veshkat nëse nuk konsumohen me kujdes. Dhe çfarë duhet të bëni që të mos rrezikoni shëndetin tuaj. Mos e humbisni këtë informacion, sepse veshkat nuk japin gjithmonë shenja derisa dëmi të jetë bërë. 5 perime të mund të dëmtojnë veshkat nëse e ke konsumohen e kujdes. Së pari, është shumë e rëndësishme të sqarojmë diçka. Asnjë nga këto perime nuk është e keqe në vetvete. Problemi lind kur konsumohen në sasi të mëdha çdo ditë, ose nga persona që kanë probleme me veshkat. Veshkat janë organe filtruese jetike. Ato pastrojnë gjakun nga toksinat, rregullojnë balancën e elektroliteve si kaliumi dhe natriumi, kontrollojnë presionin e gjakut dhe ndihmojnë në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kur veshkat nuk funksionojnë si duhet, disa substanca që zakonisht eliminohen nga trupi fillojnë të grumbullohen, dhe këtu fillon problemi. 1. Spinaqi I shëndetshëm, por I pasur me oksalate. Spinaqi konsiderohet një super ushqim. Është I pasur me hekur, vitamina A, S dhe K, si dhe antioksidant, por ka një anë tjetër që shumë njerëz nuk e dinë. Problemi, oksalati. Spinaqi përmban sasi të larta oksalatesh, substanca natyrale që mund të lidhen me kalciumin në trup dhe të formojnë gur në veshka, veçanërisht gur me oksalat kalciumi. Nëse keni pasur gur në veshka më parë, keni histori familjare me gur, pini pak ujë, konsumoni spinaq çdo ditë në smoothie apo sallata, rreziku mund të rritet ndjeshëm. Çfarë ndodh në trup? Kur oksalati lidhet me kalciumin në urinë, formohen kristale të vogla. Me kalimin e kohës, këto kristale bashkohen dhe krijojnë gur. Gurët në veshka mund të shkaktojnë dhimbje të forta në shpinë ose anash barkut, gjak në urinë, të përziera dhe të vjella, infeksione urinare. A duhet ta ndaloni spinaqin? Jo domosdoshmërisht, por nëse jeni në grup rreziku, mos e konsumoni çdo ditë. Zjejeni spinaqin, zjerja ul përmbajtjen e oksalateve. Pini shumë ujë. Kombinojeni me ushqime që përmbajnë kalcium që oksalati të lidhet në zor, jo në veshka. 2. Panxari detox që mund të kthehet në problem. Panxari është bërë shumë popullor si detox natyral dhe për përmirësimin e qarkullimit të gjakut, por edhe ai është shumë I pasur me oksalate. 2 problemet kryesore. Përmbajtje e lartë e oksalateve. Përmbajtje relativisht e lartë e kaliumit. Në persona me funksion të dobët renal, kaliumi mund të grumbullohet në gjak, një gjendje e quajtur hiperkalemi, e cila është potencialisht e rrezikshme sepse mund të ndikojë në ritmin e zemrës. Rreziku I smoothieve të përditshme. Shumë njerëz pinë lëng panxari çdo mëngjes duke menduar se po bëjnë diçka shumë të mirë për trupin, por nëse keni veshka të dobësuara, kjo mund të krijojë ngarkesë të panevojshme. Shenjat e hiperkalemisë. Dobësi muskulore, rrahje të çrregullta të zemrës, lodhje ekstreme, ndjesi shpimi gjilpërash. Në raste të rënda mund të jetë urgjencë mjekësore. 3. Domatet të shëndetshme, por të pasura me kalium. Domatet janë bazë në kuzhinën shqiptare. Sallata, salca, supa janë kudo, por domatet janë relativisht të pasura me kalium. Pse është problem kaliumi? Tek njerëzit me veshka të shëndetshme, kaliumi eliminohet përmes urinës. Por nëse funksioni renal bie, kaliumi mbetet në gjak. Mund të ndikojë në funksionin e zemrës. Rrit rrezikun e aritmive. Domatet e freskëta nuk janë zakonisht problem në sasi normale, por salcat e përqendruara, pureja e domates dhe konsumi I shpesht mund të rrisin ndjeshëm marrjen totale të kaliumit. 4. Patatet, sidomos të skuqurat dhe në sasi të mëdha. Patatet përmbajnë gjithashtu sasi të konsiderueshme kaliumi. Një patate mesatare mund të përmbajnë mbi 600 g kalium, që është një sasi e konsiderueshme për dikë me kufizime dietike për shkak të problemeve renale. Problemi tjetër, kripa. Patatet e skuqura dhe produktet e përpunuara me bazë patate janë të pasura me natrium. Natriumi rrit presionin e gjakut, dëmton enët e gjakut, përkeqëson sëmundjen kronike të veshkave. Si ta reduktoni rrezikun? Zjejini dhe hidhni ujin e parë.
Mos i konsumoni çdo ditë. Shmangni patatet e skuqura industriale. Kontrolloni sasinë e kripës. 5. Kungulli, sidomos në sasi të mëdha. Kungulli është i pasur me fibra dhe vitamina, por gjithashtu përmban kalium. Në persona me sëmundje kronike të veshkave, konsumi i tepërt mund të kontribuojë në mbingarkesë me kalium. Kush duhet të bëjë më shumë kujdes? Persona me gur në veshka, persona me kreatinin të lartë, persona me sëmundje kronike të veshkave, diabetik, persona mbi 60 vjeç. Ata që marrin ilaçe për presionin disa rrisin kaliumin. E vërteta e madhe, perimet janë thelbësore për shëndetin, por doza, frekuenca dhe gjendja shëndetësore individuale janë çelësi. Problemi nuk është spinaçi, problemi është konsumimi i tepërt, pa e ditur gjendjen e veshkave tuaja. Së të mbrojmë veshkat dëhër së të konsumojmë perimet për rrezik. Tani vjen pjesa më e rëndësishme. Si ta kuptoni nëse veshkat tuaja janë në rrezik? Cilat analiza duhet të bëni? Si ta reduktoni kaliumin dhe oksalatin në ushqim? Cilat perime janë më të sigurta? Lexojeni me kujdes, sepse shumica e njerëzve zbulojnë problemet me veshkat shumë vonë. 1. Si ta kuptoni nëse veshkat tuaja nuk po funksionojnë si duhet? Veshkat janë organ i heshtur. Ato mund të dëmtohen për vite me radhë pa dhënë simptoma të forta, por ka disa shenja paralajmëruese që nuk duhet injoroni. Shenjat e hershme. Lodhje e vazhdueshme. Fryrje e këmbëve ose fytyrës. Urini mi shpesh natën. Urin me shkum. Presion i lartë i gjakut. Dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës. Nëse keni 2-3 nga këto shenja, është koha për analiza. 2 analiza që duhet të bëni. Nëse jeni mbi 50 vjeç, diabetik, keni presion të lartë apo histori me gur në veshka, rekomandohet të bëni kontroll një herë në vit. Analizat kryesore. Kreatinina në gjak. Urea. GR, shkalla e filtrimit glomerular. Analizë urine. Kaliumi në gjak. GR është një nga treguesit më të rëndësishëm. 90 normale. 60-89 rënje e lehtë. 30-59 problemi moderuar. 9-30 problem serioz. Shumë njerëz zbulojnë që janë në fazën 3 të sëmundjes kronike të veshkave pa e ditur fare. 3. Si ta ulni kaliumin në perime. Nëse mjeku ju ka rekomanduar të kufizoni kaliumin, kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë nga perimet. Ja disa teknika të thjeshta. Metoda e zjerjes me 2 ujëra. Qëroni dhe pritini perimet në copa të vogla. Zjejini për 10 minuta. Hidhni ujin. Zjejini përsëri në ujë të freskët. Kjo metodë mund të ul kaliumin deri në 30-50 e. Kjo funksionon veçanërisht mirë për patate, karota. 4. Si të reduktoni oksalatet. Oksalatet janë më problematike tek ata që kanë pasur gur në veshka. Ja disa mënyra për t'i reduktuar. Mos pini smoothie me spinaq çdo ditë. Zjejeni spinaqin para konsumimit. Mos kombinoni shumë ushqime me oksalate në të njëjtën ditë. Konsumoni mjaftueshëm kalcium nga ushqimi, jo suplement pa konsult. Kalciumi në zorë lidhet me oksalatin dhe pengon të shkojë në veshka. 5. Cilat perime janë më të sigurta për veshkat? Këto perime konsiderohen më të sigurta për shumicën e personave me kufizim të moderuar të kaliumit. Lakra, kastër, sallata jeshile, kungull i njom, speca të kuq. Ato kanë përmbajtje më të ulët kaliumi krahasuar me patatet dhe domatet. 6. Uji faktori që shpëton veshkat. Një nga arsyet kryesore pse formohen gur në veshka është dehidratimi. Nëse pini pak ujë, urina bëhet më e përqendruar. Rritet rreziku i kristaleve. Shtohen gurët. Rekomandohet 1-5-2 litra ujë në ditë nëse mjeku nuk ka kufizuar lëngjet. Më shumë nëse djersiteni shumë. Më shumë nëse jetoni në klimë të nxehtë. Kujdes me suplementet natyrale. Shumë persona marrin vitamins në doza të larta. Suplemente me barishte. Pluhurat detox. Doza të larta të vitaminës mund të rrisin oksalatet. Disa produkte bimore mund të jenë të rrezikshme për veshkat. Mos merrni asgjë pa konsult me mjekun nëse keni probleme renale. Gabimi që bëjnë shumica e njerëzve. Mendojnë, po ha perime, jam i sigurt. Por, sasia ka rëndësi. Gjendja shëndetësore ka rëndësi.
Frekuenca ka rëndësi. Edhe gjërat e shëndetshme në tepric mund të bëhen problem. Mesazhi kryesor. Nuk duhet të keni frikë nga perimet. Duhet të keni informacion dhe balancë. Nëse jeni të shëndetshëm, konsumoni me mazë dhe pini ujë. Nëse keni probleme me veshkat, bëni analizat dhe konsultohuni për dietën e duhur. Shenja që tregojnë se gurët në veshka po formohen. Çfarë ushqimesh të tjera duhet të kufizoni? Si të ndërtoni një dietë të sigurt për veshkat? Gabimet që bëjnë personat mbi 60 vjeç. Së të parandaloni dëmtimin e veshkave, dh të mbani një dietë të sigurt. Tani do të përqendrohemi te parandalimi i dëmtimit. Ushqime që duhet të kufizoni dhe gabime që shumë njerëz bëjnë, sidomos pas moshës 50-60 vjeç. 1. Shenjat që tregojnë formimin e gurëve në veshka. Gurët në veshka mund të shfaqen ngadalë. Një pjesë e njerëzve nuk ndjen asgjë derisa gurët bëhen të mëdhenj. Shenjat paralajmëruese. Dhimbje të forta në pjesën e poshtme të shpinës ose anash barkut. Urinë me ngjyrë të errët ose me gjak. Shkumëzim në urinë. Të përziera dhe të vjella. Nevoja për urinim shpesh dhe urgjente. Nëse shihni një nga këto shenja, vizita tek mjeku është e domosdoshme. Një ultratinguj ose ST mund të zbulojë gurët herët. 2. Ushqime që duhet të kufizoni. Përveç 5 perimeve që përmendëm, disa ushqime të tjera mund të rrisin rrezikun për veshkat. Produktet e përpunuara dhe të kriposura shtojnë natrium dhe rrisin presionin e gjakut. Fast food dhe patate të skuqura, kalium dhe krip të lartë. Suplementet e papërshtatshme, vitaminas në tepric, pluhurat detox, pijet e gazuara dhe energjike, rrisin rrezikun e gurëve tek disa persona. 3. Ndërtimi një diete të sigurt për veshkat. Këshilla të thjeshta për të mbrojtur veshkat. Shumë ngjyrshme dhe e balancuar. Përdorni perime me kalium të ulët, lakra, kastraveci, sallata. Përfshini fruta me kalium të moderuar, moll, boronica. Zgjidhni proteina të lehta, pul, peshk, vezë. Pini ujë të mjaftueshëm gjatë ditës. Kontrolli i kripës. Kufizoni kripën në gatim. Shmangni ushqimet e përpunuara dhe supat instant. Lexoni etiketat për natrium. Rotacioni i perimeve. Mos konsumoni të njëjtën perime çdo ditë. Ndryshoni llojet e perimeve për të reduktuar oksalatet dhe kaliumin. Hidratimi. 1-5-2 litra ujë në ditë. Më shumë nëse jeni aktiv ose nxehtë. Uji ndihmon në parandalimin e gurëve dhe pastrimin e veshkave. 4. Gabimet më të zakonshme tek të moshuarit. Konsumimi i tepërt i perimeve super të shëndetshme çdo ditë. Mos konsultimi me mjekun para se të përdorin suplemente. Mos bërja e analizave vjetore. Ignorimi i shenjave të hershme të dëmtimit. Mesazhi. Një dietë e shëndetshme nuk është gjithmonë e sigurt për veshkat nëse nuk merret parasysh gjendja individuale. 5. Recete thjesht veshk friendly për ditën. Sallat me lakër, kastravec, karrota të ziera. Peshk i pjekur me limon dhe erza. Një filxhan boronica ose moll si ëmbëlsirë. Uji i bollshëm gjatë ditës. Kjo dietë ka kalium të moderuar, oksalate të ulta dhe shumë antioksidant ideale për mbrojtjen e veshkave. Përfundim. Perimet janë thelbësore, por konsumimi i tyre duhet të jetë i balancuar. Uji është miqës i veshkave, mos harroni të pini sa duhet. Analizat e rregullta dhe këshillat mjekësore janë çelësi. Dëgjoni shenjat e trupit, mos prisni derisa të ketë dhimbje të forta. Mbani këtë informacion dhe do të mbani veshkat tuaja të shëndetshme edhe pas moshës 60 vjeç.